Nga Ora News, sot bën 15 vite nga ngjarjet e 21 janarit, ku në bulevardin Dëshmorët e Kombit u vranë 4 protestues. Sot bën 15 vite nga 21 janari viti 2011, kur u vranë 4 protestues në bulevardin Dëshmorët e Kombit, gjatë kohës që u ishit kryeministri i vendit në kryeministri. Keni diçka për thënë në lidhje me këtë ngjarje? Unë i kam thënë të gjitha me këtë ngjarje, kam shku dhe në prokurori dhe kam dëshmuar për këtë ngjarje, e cila ishte protesta më dhunshme në historinë e vendit, e dokumentuar e faktuar, ishte protesta me agjendë politike, siç janë dokumentat ndërkombëtare, ishte protesta e paralajmëruar e Edi Ramës se do të i kalohet kushtetuta e tjere me radhë. Ishte protesta e bazuar, e thirrur, mbi bazë e falsifikimit të tmerrshëm, sbashku me Filip Çakullit, të një regjistrimi të bërë nga Dritan Prifti, Indjeri, ku flitej për një shkresë, për një letër, të në mos gaboj të një pronari fitues tendri për një hidrocentral që kishte marrë me gjykat, jo nga ne, po gjykata ja kishte marrë një këthirë kompanie italiane dhe dhanë këtij për arsye që unë nuk mund të them, por vendimi i gjykatës do zbatuar, nuk kishte dyshim, dhe që ai këthoshte, i shkruan në shkresë, i nderuar zoti ministër, për këtë vonesë që po mbën 3 muaj pas zbatuar vendimi i gjykatës, sipërmarrja ime ka humbur 700.000 euro, shkruaj. Dhe fjalën 700.000 euro që Ilir Meta i thot Dritan Priftit që jepja zbato vendimin e gjykatës, Edi Rama dhe Filip Çakulli e transformuan sikur ky i kishte marrë apo po i kërkonte 700.000 euro kompanisë. Pra, Edi Rama është përgjegjës kryesor për motivin dhe falsifikimin e dokumentit, tashmë e vërtetuar, për protestën e dhunshme që thirri, me një agjendë të caktuar, pra në zgjidhjen politike më thot mua, ose do kalohet mbi kufoma. E gjitha kjo, nuk e di e kanë thirrë apo jo, por ka një autor kryesor, një organizator kryesor, dhe ky është Edi Rama. Dhe përgjigjen tuaj, janë jo një, por më shumë se një, deklarata të qeverisë amerikane, por dhe të institucioneve, edhe të institucioneve ndërkombëtare, ku kërkohet hetimi plot i kësaj drame, i këtij zhvillimi, nga polici thjesht tek organizatorët kryesor. Është eksplicite organizator kryesor. Kjo është e gjitha. Lotët që derdh janë lotët e krokodilit. Edi Rama i solli ata si mish për top për pushtetin e tij. I solli si mish për top për pushtetin e tij. Ina Rama e hetoi çështjen, po zguxoi kur të thrasë Edi Ramën. Hetoi, dënoi, sa u dënuan aty për veprime por nuk gjeti asnjë shkak se aty kishte qëllime, garda qelloi në kushtet të ligjit.
garda ka zbatur ligjin, ndaj dhe ajo propozoi dënimet të cilat Pra kjo është historia, po Edi Rama kërkon të përdor këto viktima për të shpëtuar lindën e tij, veten e tij, mirëlindjen e tij, lubinë e tij. Asnjë qëllim tjetër, sepse kësaj here kjo katërshe famzez është në gjykim, jo vetëm në skap, por është në gjykim në të gjitha instancat, në të gjithë opinionin publik ndërkombëtar. Nuk ka më iluzione. Këto dosje kanë një emër, dosje të Edi Ramës. E kanë mësuar, po nga kontaktet që kam, kjo është marrë, po analizohet kudo. Zoti Berisha, dhe i pyetje tjetër, kur përdesa jemi gjatë hetim, se edhe SPAK është duke hetuar mbi këtë ngjarje, a ka Sali Berisha përgjegjësi morale, politike dhe ligjore, sadopak në këtë ngjarje? Përgjegjësi morale, politike ose ligjore? Prit një minutë. Sali Berisha u rrethu zyrmë. Cila është, po nëse ti, nëse një njeri merr dhe falsifikon, prit, bravo që e pyete, falsifikon një dokument dhe paraqet një dokument si dëshmi për një korrupsion të faktuar të zënës kryeministrit. Mos harro një moment. Në atë dokument, nëse të kujtohet, kur shfaq për herë të parë, dilja dhe unë si i përfshirë, por me qenë se në katën 5, kalonin nga sekondi i 25 në sekondën e 32, edhe duke i hapta si këshin bërë trash atë, u detyruan të tërheqin ata. Jo, thanë, është bërë gabim, nuk është i përfshirë. Shkonin atë koju. Pra, në qoftë se merret dhe bëhet një kurth i tillë. Përgjegjësia ime pse Edi Rama falsifikon në mënyrën më të paftyrë, më kriminale, dokumenta për të akuzuar një tjetër, që s'kishte asnjë lidhje me atë falsifikim. Ç'është përgjegjësia ime? Përgjegjësia ime se unë kisha trajtuar me standardet më demokratike 752 protesta të opozicës në të 4 anë të vendit, pa asnjë cenim, por përputhje me rregullat e një vendi demokratik. Përgjegjësia ime se hidhnin gur dhe pluma, e mohoj sot, po ato janë dritare, ato janë dokumentura, pluma dhe revolte tyre janë të dokumentuara, drejt kryeministit që ishte në detyrë, nuk blindoja dyrun, blindisha vetu, nuk shoja zyrët, nuk bëja këtë frikacak, që jam bath, ja unë zyrë, s'pse në zyrë, isha në drejtën time, nuk isha borç kujt, kisha zhvilluar zgjedhjet, të cilat kishin qenë sipas OSBE Odirit, zgjedhje që plotësuan standardet kryesore ndërkombëtare të zgjedhjeve, të lira. Isha në thegull. Unë isha në zyrë, punoja. Edhe ato orë, unë punoja. Jo, më thanë mu, hajde të evadoj. Jo, nuk evadoj, më thash. Pse do evadoj? Unë jam zyrë në punë time. Më thuj ti mu pak. As dhe një, Edi Rama qëndronte në kullën Karshi dhe priste çastin që të vinte në zyrtime të mante fjalim pushtuesve poshtë. Pa e s'mund të note. Kur? Nuk e maju. Jo. Kështu që, cila, po, sigurisht e ngjarje fatkeqe shumë. Dhe unë kam kërkuar që atë natë hetim ndërkombëtar. Dhe kam insistuar për hetim ndërkombëtar. Kam insistuar për hetim ndërkombëtar se nuk kisha pikën e besimit të hetimit të kjo
që i kam thënë ato fjalë se heqë asnjë. Jo. A sot dhe gjersat jetë gjallë. Jo, i meriton ato, sepse ajo hyri në një lojë shumë të turpshme. Hyri në një lojë të pa imagjinueshme. Cila është, më thuaj ti mua, keqardhje po, ngushëllime po, që atë ditë, por në absolute, e thanë ata, ke deklaratat, kjo ishte protesta më e dhunshme, ishte planifikuar proteste dhunshme. Zoti Berisha, dhe një pyetje, si e ka pritur Partia Demokratike ftesën e presidentit amerikan Donald Trump për Edi Ramën si